të Ramazanit, ka hinë dhe një itikaf. Itikaf do me thonë ka hinë xhami, ka pasur shimin e afër veti, pra ju ka përkushtu ibadetit, adhurimit, lutjeve, duave, është lut për popullin e vet, është lut për dheun e vet, është lut për mësuesit, është lut për nxënësit, është lut për popullin, për kombin, për dheun, për njerëzit që ka pas rreth, që ata me pas pra mirësi, me pas bereqet, me pas rahmet. Për shembull ka shumë lutje nga Kurani që janë disa lutje të vogla, të shkurta, mirë po e kanë mesazhin shumë të madh edhe janë faktor rregullator në jetën tonë të përditshme. Dhe për shembull një ndër lutjet që ne e bëjmë edhe namaz është Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe runa prej zjarrit. Pra më na dhon Zoti të mirë në këtë botë, po në botën tjetër e mira të mirave, xheneti, që është përgatitur për mu'minun, për besimtarët. E këta mu'minun, këta besimtarë, që ja kanë dhënë besën Zotit, e bojnë për Zotin angjënimin, pra, që nalen pej hajës, pej pijes, pej marrëdhënieve, pra ndalohen nga lindja e diellit deri në perëndim, pra illa fillah, vetëm për Allahun. Prandaj dhe Allahu tha: "Es-siyamu li wa ana arzi bihi." Agjerimi tha është për mua dhe unë e shpërblej tha krijesën që e von këtë gjest dhe këtë vepër hatri jam. Po hatri Allahut. Dhe nëse ti hin në kënaqësinë e krijuesit tan, edhe krijesat që janë nëpër tokë, që jemi ne ato krijesa, pra edhe ato krijesa janë pra të dashtuna e të nderuar mes njëra tjetrës. Pra këto krijesa krijojnë një harmoni mes njëra tjetrës dhe çon Allahu bereqet mes nesh.